Surja El Murselat, Mekase, 50 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Për ato që dërgohen njëra pas tjetrës, për ato që shpejtojnë shtrëngatën, për ato që shpërndajnë shiun, për ato që ndajnë saktësisht, dhe për ato që përcjellin këshilla si shfajsim apo paralajmërim. Në të vërtet, ajo që ju është premtuar do të bëhet. Kur yjet të shuhen, dhe kur qielli të qahet, dhe kur malet të thërmohen si pluhur, dhe kur të dërguarit të tubohen në kohën e caktuar, në cilën ditë do të ndodhin të gjitha këto, në ditën e ndarjes vendimtare. Kush vallë do të ta shpjegoj se ç'është dita e ndarjes vendimtare? Mjerë mohuesit në atë ditë. A nuk i kemi zhdukur të lashtët, e pastaj do t'i bëjmë të tjerët t'i pasojnë? Kështu do të veprojmë me të gjithë keqbërësit, mjerë mohuesit në atë ditë. A nuk ju kemi krijuar nga një pikë lëngu të shpërfillur, të cilën e vum në një vend të sigurt, mitër, deri në një kohë të caktuar? Kështu e kemi rregulluar. Sa rregullues të shkëlqyer jemi ne. Mjerë mohuesit në atë ditë. A nuk e kemi bërë tokën vend qëndrim të gjallëve dhe të vdekurve? A nuk kemi vënë në të male të larta e të patundshme? A nuk ju kemi dhënë të pini me bollëk, ujë të ëmbël? Mjerë mohuesit në atë ditë. Do t'u thuhet: nisuni drejt atij dënimi që e mohuat. Shkoni drejt një hijeje me 3 kolona tymi të xhehenemit, e cila nuk bën hije freskuese dhe as nga flaka nuk të shpëton. Ajo hedh shkëndije të mëdha sa një kala, sikur të ishin deve të verdha. Mjerë mohuesit në atë ditë. Kjo është një ditë kur ata nuk do të mund të flasin dhe nuk do t'u jepet leje për t'u shfaqësuar. Mjerë mohuesit në atë ditë. Kjo është dita e ndarjes vendimtare, në të cilën do të tuboheni ju dhe popujt e lashtë. Prandaj, nëse zotëroni ndonjë dinakëri, përdoreni kundër meje. Mjerë mohuesit në atë ditë. Punë drejtët do të jenë mes hijesh e burimesh, si dhe frutash nga ato që dëshirojnë. Do t'u thuhet: hani e pini e ju bëf të mirë, si shpërblim për atë që keni punuar. Kështu i shpërblejmë ne ata që bëjnë vepra të mira. Mjerë mohuesit në atë ditë. Hani dhe kënaquni për pak kohë. Ju jeni keqbërës. Mjerë mohuesit në atë ditë. Kur atyre u thuhej: përkuluni në namaz para Allahut, ata nuk përkuleshin. Mjerë mohuesit në atë ditë. Në çfarë shpallje tjetër do të besojnë ata pas këtij Kurani?